njeriu që gjithmonë ka parashikuar sakt nëse do të ketë zgjedhje apo s'do të ketë zgjedhje, do ta nis emisionin duke ja bërë këtë pyetje. Sadik Zeqiri, mirëmbrëma, do të ketë zgjedhje apo presidente të re? Zgjedhje. Zgjedhje do të ketë sërish. Paralajmërim i hershëm është ky. Kam ndryshuar mendim sepse kam qenë i sigurt që do të ketë krim të institucioneve, por tash për që kjo pauzë gjatë që ka ndodhur, përshë që do të kemi zgjedhje prap në muajin nëntor ose fillim dhjetor. Ka qenë një dokument mirë të kaluarën, krenari e mban mend mirë, ka qenë raporti i paralajmërimit të hershëm, Early Warning Report, nëse të kujtohet, që e bënin grupi ndërkombëtari krizave. Kush e bënte? UNDP-ja ka bërë. UNDP-ja bënte. A ishte ky një Early Warning Report nga Sadik Zeqiri, Shala? Po Sadik Zeqiri ka thonë atë kujtohet që ka thonë edhe... Në prill ka thonë që do të ketë zgjedhje, po. Po do edhe Anglia. Ja ka qëllu. Edhe Anglia ka më bu kampion, theke. Pse ke thënë që Anglia do të bëhet kampion? Kampion u bë me Francën. Jo, unë kam thonë që Sponja do të bëhet kampion, sepse ka ndodhur zgjedhjet e qershorit, dhjetore në fakt. Pa. Krenari ka thonë që do të ketë institucione dhe s'ka nevojë